Ja pra më në fund, filloi fushata elektorale zyrtarisht. Dy partitë e mëdha filluan dhe bën mitingjet e hapjes si zakonisht, dhe që nga ky moment fillojnë edhe gënjeshtrat në kontakt me publikun. Çfarë ka ndodhur deri tani? Duke qenë në parlament këto muaj, përfaqësuesit kryesorë të Partisë Demokratike dhe të Partisë Socialiste, në unision të plot me njëri tjetrin, në radhë të parë, dyfishuan rrogat e tyre. Në radhë të dytë, bën kodi zgjedhor në mënyrë të tillë që të sigurojnë mbythjen e tyre edhe këto 4 vjet në listat e mbyllura. Pra, të ruajnë privilegjet, rrogat nga 5 milion në muaj së bashku me beneficet, si dhe të mbrojnë bizneset e tyre, vilat, resorte turistike, si dhe dhjetra apartamente në pronësi të tyre të cilat i kanë, dhe lejet e ndërtimit për këto 4 vjet të tjera, të cilat do t'i bëjnë super milioner, pa punuar asnjë ditë. Tani fillon tallavaja ose fillon mashtrimi me opinionin publik, i cili është i ndarë në militant dhe në pjesën gri. Një element kryesor i këtyre zgjedhjeve ose një element i ri është futja në lojë e votuesve emigrantë të cilët jetojnë në shtete të ndryshme të Evropës, të Amerikës, Kanadas dhe deri në Australi. Çfarë do të ndodhë? Asgjë e re. Premtime bosha dhe bile premtimet që çojnë deri në nivelin premtime qesharake. Le të fillojmë me partinë në pushtet e cila ka 12 vjet dhe për merit të qeverisë së saj largoi rreth 1 milion shqiptar. Paradoksi më i madh dhe ana qesharake, siç e thash dhe në fillim, është fakti se Edi Rama do t'i pajisi me pasaporta europiane, pra do t'i fusin në Evropë. Le ta dëgjojmë. Ne dhe vetëm ne dhe askush tjetër kemi ndorë fatin europian të Shqipërisë dhe kemi 30 ditë përpara për t'u lidhur dorë për dorë me çdo shqiptar, me çdo shqiptare që e do zonjën e Shqipërisë në sallonin e Bashkimit Evropian dhe veten e vet qytetar e qytetare të barabartë të Evropës. Pra, deklaron se ndërsa ka larguar 1 milion shqiptar, do të largojë edhe të tjerë duke i pajisur me pasaportën evropiane, ndërkohë që ai bën sikur nuk e di se shqiptarët, pa pjesa aktive e shoqërisë shqiptare, ka 20 vjet që është pajisur me pasaporta greke, italiane, angleze, franceze, gjermane dhe nuk ka më nevojë për pasaportën e tij, i cili kur mori pushtetin në vitin 2013 e kishte Shqipërinë vetëm me 3 kërkesa për të hyrë në Bashkimin Evropian. E çoi me 15 vjet, hapi shampanja duke gënjur opinionin publik haptas se po futet pa hap negociatat. Ndërkohë, sot premton të njëjtën gjë. Pa i hyrë pastaj premtimeve të tjera, një 24 orë ujë, jo legalizime falas e jo mjekësi e shëndetësi falas, të cilat janë bërë vërtet jo vetëm bajate, por deri dhe të neveritshme. E filloi këtë fushatë elektorale zyrtare duke kërcyer e duke kënduar me përfaqësueses kryesore të rilindjes duke na kujtuar filmin Koncert në vitin 36, ku çingiet kërcenin dhe kanë një motiv shumë të madh dhe një arsye shumë të madhe për të kërcyer, për faktin se pa bërë asnjë ditë punë janë bërë milionere eurosh, ndërkohë që kolegët e tyre janë sot ose në burg, ose në arati, ose në kërkim, ose me dosje të hapura në pritje për të hyrë në burg. Bile edhe disa nga këto që kërcenin nuk është çudi që t'jenë po aty. Kalojmë në krahun tjetër në situatën në opozit pra në të Partisë Demokratike. Ishte një gabim fatal i Edi Ramës prishja e kompromisit midis Sorosit
dhe Berishës për këto 12 vjet, duke e shpallur Sali Berishën non grata. Kjo bëri reaktivizimin e tij në mënyrë më të fuqishme, jo vetëm për të mbrojtur veten, por edhe për të ringjallur Partinë Demokratike, e cila për hir të së vërtetës para 2-3 vjetës ishte në prag të shkrirjes, si rrjedhim i kontributit të përfaqësuesit të caktuar nga vetë Berisha, që quhej Lulzim Basha. Për hir të vërtetës, pra, në këto 2-3 vjet Partia Demokratike ka rikuperuar shumë dhe le të ndjekim hapjen e fushatës elektorale të kësaj partie. Ja çfarë thot Berisha. Në 12 maj të mblidhem në këtë shesh, të festojmë së bashku për Shqipërinë, madhështore, për Shqipërinë që meritojmë. Dhe unë i them Edi Ramës, mos prek votën, se në mënyrë absolute mbi tokë vend nuk do kesh. Jo. Të bësh Shqipërinë madhështore, me ata që ka rreth i qark, jo vetëm përfaqësues Partisë Demokratike, po dhe aleat të saj, të cilët janë jo vetëm qesharak, por edhe që nuk ndryshojnë shumë nga përfaqësuesit e Partisë Socialiste. Janë pikërisht ata që me korrupsionin e tyre, i cili për hir të vërtetës nuk ishte kaq i madh sa ç'është i këtyre, që e çoi Partinë Demokratike në opozitë të thellë nga viti 2013 deri sot. Të bësh Shqipërinë madhështore me ndoka dhe me jenishera, të cilët janë jo vetëm qesharak, por edhe kufoma politike në kuptimin e plotë të fjalës, është vërtet të tallësh me opinionin publik. Gjithashtu, premtimet elektorale janë po kaq qesharake. Për shembull, ka premtuar që për çdo fëmijë të tretë do merret shteti nga dita e parë deri 23 vjeç, që është vërtet për të qeshur, sepse nuk ka ndodhur dhe nuk do ndodhi kurrë një gjë e tillë. Gjithashtu i premtoi ish-pronarëve dhe ish-përndjekurve politik kthimin e plotë të parave, duke bërë sikur nuk e di që 80% e ish-pronarëve dhe ish-përndjekurve politik sot nuk jetojnë më. Të tilla premtime, pra, bëhen nga halli sepse është përgjegjësi kryesor i cili mund të kishte realizuar të tilla gjëra, të cilat janë themelore për ngritjen e një pushteti apo të shtetit të së drejtës dhe të iniciativës së lirë, të cilat Berisha ka pasur 30 vjet kohë për t'i bërë. Pra, të dyja partitë politike janë në faliment të plot, nuk kanë çfarë premtojnë më, sepse është shumë e thjeshtë pyetja, përse nuk i bë zotëri, kishi 30 vjet kohë. Hajde shëndet dhe gjithë të mirat, le të dëgjojmë tani qyfyret 30 ditore të kësaj fushate elektorale. Kush do të fitojë? Nuk ka rëndësi. Rëndësi ka që politika shqiptare është komplet e falimentuar. Në fund të emisionit, si gjithmonë, ndiqni dokumentarin me City Group, i cili është lider në rajonin e Ballkanit për sa i përket fasonerisë. Përshëndesim dhe falenderojmë sponsorin ton, Gjergjika, i cili e ka ngritur këtë fasoneri model. Bashkë, miru pafshim.